U nisën që herët në mëngjes. Pishina është vendi më i përshtatshëm që të kalohen disa orë të ditës në këto temperatura të larta. Elda Maqi është nga komuna e Hasit në Shqipëri dhe për pushime e ka zgjedhur pikërisht qytetin e Gjakovës. Ajo thotë se po kalon shumë mirë dhe është e kënaqur me kushtet që ofrohen në pishinë. Sot është dita e parë që më ardh në fakt dhe po e shohim që nga shumë bukur, që nga shtretërit e rahatshëm, pishina e madhe, sipas ka dhe shumë njerëz. Shumë mirë qenka. Edhe ja vlen për ata që s'kanë shumë ekonomi edhe nuk është shumë larg edhe nuk është edhe shumë shtrenjtë. Varet, po ka dhe plazhe që janë më të mira se pishina, po varet nga preferencat. Ndërsa disa të tjerë thonë se për shkak të pamundësisë ekonomike për të shkuar në Bregdet, kanë zgjedhur këtë vend që për ata është mjaft i përshtatshëm. Ne vim kohën e fundit gati çdo ditë. Uji është i pastër. Karrikat janë në rregull, një gjithë shumë e mirë, jo mirë, po shumë e mirë, se pavarësisht i ka që ato kushte, që ato ambiente, edhe njerëzit mujnë lisht më shkune për pishina, mi kalu të ditë verës. E menaxheri i pishinës theksoi se këtë vit ka pasur numër më të madh të pushuesve dhe pastërtia e ujit është në nivelin e kërkuar. Fillimi ka qenë pak më për shkak të kohës, mirë po tash shemit kënaqshëm mirë atë shkupuna. Ka lëvizje çarkullim mirë. Ashtë për të lavdu se kohët fundit çdo vit edhe njerëzit pak më mirë edhe pushues jemi shumë të kënaqur ata me disiplinën i përshtatën në rregullorës së pishinës. Pishina ujit është i kontrolluar, çdo javë kontrollojmë, na vetë kemi tash mjetet tona, edhe institutit kontrollohet, është i filtruar. Hapësirë ka sa të duash dhe lojra për rekreacion. Dikush tjetër preferon të lexojë. Kjo ishte një ditë në pishinat e Gjakovës.